Hello, mirë se erdhe një tjetër vlog. Unë jam Romi dhe sot do të përgjigjem pyetjeve që më keni bërë. Depilimit lazer që kam nisur, sot kam seancën e tretë. Mund ta shihni se nuk jam lyer sepse do ta bëj tek pjesa këtu dhe këtu. Dhe sigurisht pastaj do bëj total body. Bën shumë vap, kam dalë me të shkurtër sot dhe nuk është se jam shqetësuar shumë a kam heqqimet apo jo, sepse ja, nuk kam asgjë. Pjesën e këmbëve mund të kem rreth 40% të qimeve, ndërsa në pjesën e sqetullave nuk kam asgjë dhe këtu kam shumë përmirësim, më ka ngel pak si push i vogël, por krahët janë një zonë e vështirë. Do i drejtohemi Gea Estetik, ndodhet në Bulevardi Zogu i parë dhe le të shkojmë dhe aty pasaj me gjithë stafin do i përgjigjemi gjithë pyetjeve që ju vjen dërguar. Qendra Gea Estetik, sa po vëra gati dhe është seanca e tretë kjo, siç e kam treguar, mua zakonisht mi bën seancat Jonela, e cila është dhe infermiere. Ky është lazeri i cili është duke bërë gati. Lazeri që përdoret është një lazer Aleksandrit, i cili është shumë efektiv sepse vepron përdrejt tek melanina e qimes. Gjithashtu më keni pyetur nëse lazeri është i sigurt dhe është shumë i sigurt. Të vetmet efekte anësore që mund të keni janë skuqe të përkohshme, por ajo kalon, për shembull mua më ka ndodhur vetëm tek pjesa e mustaqeve që do shihni sot, por ajo brenda pak orëve kalon dhe nuk do keni asnjë efekt tjetër anësor. Sigurisht është shumë e rëndësishme që stafi që ja u bën lazerin të jetë i kualifikuar, siç ju thash unë dhe për vajzën që ma bën mua. Ja, unë sa po mbarova të gjithë seancën e tretë, shikojni si që shpjegova, sa po kam bërë në fytyrë lazerin dhe përveç që një skuqe të vogël nuk ka asgjë, asnjë efekt anësor. Tani, më keni pyetur se sa kushtojnë paketa për 8 seance total body kushton 650 euro dhe realisht ja vlen, është investim shumë i mirë që do bëni tek dieta juaj. Kam qenë, domethënë e ke parasysh që nuk e vret më mendjen që o bobo do nxjerrësh sqetullën, o bobo do nxjerrësh këmbët, o bobo do shkosh në plazh dhe është super. Gjithashtu, nëse doni të bëni vetëm një seancë total body, jo paketën, kushton 150. Pastaj keni dhe paketa sqetulla bikini, vetëm sqetulla, pjesën e poshtme të këmbëve, keni paketa të ndryshme, mjafton të kontaktoni Gea Estetik, po ja vendos këtu faqen e Instagram. Se doni ju vendos edhe numrin këtu poshtë që të merrni menjëherë informacione, ju bëjmë paketa sipas edhe nevojave tuaja, sepse unë kam bërë total body, e kisha vendosur që do të bëja gjithë trupin sepse nuk mund të mos vazhdoja ndryshe. Mezi e kam prit këtë moment. Gjithashtu lazeri që përdorin këtu jo vetëm që heq qimet, ndihmon shumë me elasticitetin e lëkurës, si dhe me strawberry skin që mua më bëhet shumë ai efekti lule shtrydhe. Dhe madje që tani mund të shihet ndryshimi, kush më njeh nga më përpara e kupton menjëherë lëkurën se sa mirë e kam, përveç se bëhet shumë e butë, shumë e lëmuar. Mjafton vetëm pastaj mbasi të bëni lazerin të nesërmen të përdorni një krem hidratues. Gjithashtu lazeri ka një teknologji që quhet Moveo. Ti nuk ke nevojë të mbash të ndalur për të goditur qimet, por godit në lëvizje. Kjo e bën shumë më të rehatshëm në lëkurë, nuk do ndjeni asgjë, përveç se zonës së bikinit, që ajo është pak më sensitive. Por pasi të bëni seancën e parë, seancën e dytë, duke nisur nga seanca e tretë siç e bëra unë sot, do ndjeni shumë pak. Pra, edhe për ato që janë sensitive ndaj dhimbjes, mos keni problem, ja vlen shumë dhe do shpëtoni. Mirë pra, unë tani do vishem pak, më kanë aplikuar një krem me SPF, sepse sigurisht SPF është shumë rëndësishme mbasi të bëni lazerin.
dhe duhet nga ana tjetër që një javë mos të dalë ekspozuar në diell, kështu që këtë fundjavë nuk ka diell për mua, por që ja vlen. Ja vlen shumë. Investimi më i mirë që do bëni tek vetja dhe kur ta bëni do më kujtoni, por në vendin e duhur, sepse ka shumë vende që japin premtime dhe gjëra dhe në fund të ditës nuk ka rezultat. Unë kam parë rezultat me një herë, ja, unë nuk depilohem në sqetull u bëm 3 muaj dhe madje më pyeti Jonela këtu për sa i përket kaluar briskun dhe i thashë kam kaluar vetëm një herë këtë muaj, mbrëm që po të përgatitesha për sot. Njëra nga ju më ka pyetur dhe për pushing këtu, tani unë e pyeta Jonelën, duhet të jetë qimja që të ketë një ngjyrë të kaft, të lehtë, por jo bjond. Unë e kam pak qimen e errët e dini dhe kam pasur rezultat që me seancën e parë, por për push të verdh nuk është se ka shumë rezultat dhe një nga gjërat e tjera që më pëlqen shumë këtu është fakti që tregojnë siç janë gjërat, pra nuk është se të thonë që kjo zonë do largohet ose pushi i verdh në këtë rast do largohet totalisht, më thatë që jo, pushi i verdh nuk bën, por nëse ka nga qime kaf të qelët dhe deri në të errët funksionon, sidomos njëri pastaj ato që e kanë të errët, por shikoni unë kam shpëtuar, realisht nuk merrem më as me depilimin e fytyrës. Një zonë tjetër që jam habitur shumë ka qenë pjesa e bikinit, sepse pjesa e bikinit mund të them që largohet një 70%, gjithmonë ka pak që del, kështu më kanë thënë të gjithë dhe këtu më kanë thënë po të njëjtën gjë. Por mua që tani nuk më dalin më shumë dhe kjo është një shpëtim tjetër, sidomos për plazh ose sidomos për në pjesën e palosjes së këmbës ku nxihesh ose dalin qimet në lëkurë, paktën unë kam pasur këtë problem. Kaq, shpresoj që kem përgjigjur të gjitha pyetjeve që më keni bërë dhe sigurisht nëse keni pyetje të tjera më komentoni dhe e dini që do vi momenti t'ju përgjigjim të gjithave. Ne ndërkohë shkojmë të marrim makinën se do vazhdojmë me pjesën tjetër. Se kuptua që bëra pazar, Hekri po më tregonte për kauntin e ri, jo kauntin e ri, nuk është i ri, e kanë hapur të dyqanit me mish të biznesit që ka familja Hekri në Gjakov, kështu që po ju vendos këtu shkoni ndiqeni dhe sigurisht blini. Është shpishi më i mirë, ne e blem gjithmonë, ja kam dhënë batos që në fillim dhe është i vetmi mirë që konsumoj. Atëherë, t'ju tregoj pak a shumë se çfarë kam bler. Po, pato, sjeli ullind. Kam bler ullindi kam... Shpejpja, mamit, baba. Tani, buk, salat, kam marrë bastoncini findus që i haja kur kam ishte në Itali dhe më shtëpajt malli dhe të anë me merlut. Tërshër integrale e grirë nga Sotole Stelle, banane, një tjetër pako findus, një zog fshati, moll, dhe sigurisht ujë dhe ullind që mi ka marrë bato dhe s'po mi lëshon. Qa po bën ti këtu? Qa po bën? E gjete? Po nuk jam për ty ato. Gjithashtu përshëndesni Hekrin që kanë ndrydh këmbë. Dhe tapetin e larë, finally, ka lezet. Madje po i thosha Hekrit që duhet patjetër që të mendojmë të rregullojmë gjërat e fundit në shtëpi që kanë të bëjnë me arredimin, se e kemi lënë pas dore që në momentin që kemi hyrë këtu, por tani me primaverën, prapë në italisht, tani me pranverën duhet patjetër. Tani Hekri për mësysh ka ndrydh këmbën, nuk e di, do na vi në gjë shumë e mirë mbas kësaj, jam shumë e sigurt që do gëzohemi shumë, se ndryshe ke lujtë Telebingo, mirë do ishte Roga Telebingo! Ca lek ta blemi shtëpinë tonën, mos të rrim të arredojmë shtëpitë e tjerëve. Morning! Sa po dolem nga spitali, jam këtu me Hekrin. Sepse si përfundim ju përkeqësua shumë këmba, dje si që thash, edhe sot e solla tek ushtaraku dhe ka një shembje të gradës së lartë dhe tha që 10 ditë pushim. Okej, mora një cappuccino dhe jam duke pritur që të vijnë ilaçet e Hekrit,
se nis semafori dhe u detyrova u largova. Hello sërish. Ky mund të jetë vlogu më pak i organizuar ever, sepse dje nisa t'u thoja ca gjëra dhe pastaj e lash për gjys. Jam duke bërë gati shportën për baton, sepse sot do çoj baton të flej tek mami. Yeah! Kjo gjë nuk ndodh. Kjo gjë nuk ndodh. Mund të ndodh para kur ka ndodhur për herë të fundit në shtator. Shku në Saniher. Jo, kur kemi qenë në Milano për ditëlindjen time. Në nëntor ka ndodhur herën e fundit. Dhe ne do ikim në një fest sot që kam ftuar Hekrin. Unë a pyeta Hekrin, a ke dëshirë të shkosh pavarësisht këmbës? Po, tha kam dëshirë të shkoj. Dhe unë do shkoj shoqëruese. Unë mund të kem 2 muaj, 3 muaj që nuk dal, se Hekri del ndonjëherë, se është pak më fleksibël se unë. Dhe po i bëj gati gjërat, po jo mos po të them gjë që si duket. po ti ke pas mundësi me dal, shumë mirë ke bër. Tani po e bëj gati tërshë. Tani Romi me dal. Unë e bëj baton. Po jo më nuk është çështë, thjesht ka qelluar ashtu që ke pas ti punë, ke dal më shumë. Për më t'jesh për bëj ftesë, të ftoj njerëzit. Ke njerëz më ftoni për të dal, sepse Hekri e pas kamera. Jo, more. Mori tasin me dall dhe ja dha Rios. Ka gjithë ditën që han dhe sa shef një gjë ja bën mamam kot. Ha. Me pare, nuk kam pare këtu unë. Po s'kam pare. Tani do t'jap lule shtry dhe qumësht, kam marrë këtë grekun, full fat, dhe dhall, fiksimet e momentit, ilaçet, këtu kam larë dje me sot, tani t'jap, dje kam larë me sot buke, lule shtrydhet, dhe t'ja jap pak e do t'jap me vete pastaj, se gjithmonë i çoj gjëra me vete që t'ha, që dhe mami mos lodhet shumë me pjesën negativit. Po, do t'jap dhe një tjetër, na dhe një tjetër. Dhe merre dhe këtë tjetrën. Tani koha aktualisht është pak si me re. Ik tani. Është pak si me re, por jam të shpresuar që të dali dielli dhe mos shkojmë shumë vonë, për të shihem pak sunsetin. Festa ndodhet këtu te liçeni dhe nuk më besohet që po dal. Nuk e di, po kur bësh mam, të dalurat bëhen për herë më të pakta dhe sidomos neve që e mbajmë gjithmonë baton vetë, kështu puna. Dje ja u lash për gjys, po Hekri është më mirë. Nga vizita që bëm, e kishte vetëm ndrydhe shqyr nuk thiu gjë dhe nuk vuri allçi, se unë të shty me karrozë dhe i thosha, je gati për allçi? Dhe shqyr mbaruam punë shumë shpejt, 1 orë tek urgjenca, se mendova mos do rrinim. E keni parasysh ju si rrihet, nuk e di në Italina 6 shtator, 8 orë, 10 orë, por fatmirësisht mbaroi mirë puna. Harxhuam sa lek me ilaçe, po nëse kjo është detaj tjetër. Tani, dje kam bërë një pul fshati në multicooker, faktikisht e ka vënë Hekri, që është e vërteta, dhe e ka lënë slow cooking, të ka i programi multicookerit në 3 orë dhe ka dalë, jo i mirë, po nuk e keni ide, do me thënë, ku kam qënë në multicookerin, ku kam qënë? Ja ku është lëngu dhe do t'ja fus me vete batos që t'ja bëj mami për dark. Qa keni? Nuk ti merë Rio lule shtrydhet bato, jo. Këte ja jep vetë, këte i thot mos mi merë. Sa po rëbullova flokot bëra një wet look. Nuk e di sa 1000 produkte kam përdor, që të ishin sa më flat. Dhe këtu i kam bërë pak, nëse shihni ka një si onde këtu. Por kam lënë që të thahen dhe kam vesh një bluzë me jakë shumë të gjerë në mënyrë që pastaj ta heq kollaj. Po mendoja të bëja një smoky eye të zi, kam shumë kohë pa bërë një smoky eye. Pas kam akoma pa krem këtu. Por isha duke parë që ky lapsi që më pëlqente shumë nga Clarins pas kam mbaruar. Shumë keq, se më pëlqente shumë. Do merrem me syt, do bëj këtë smoky eye që ju thash,
Edhe pastaj merremi me bazën, nëse doni një tutorial për flokët, më shkruani, edhe pse tani nuk duken tamam, kur ti heq to kapsat dhe në fund fare me gjithë lukun, mund ta shohim pak. Ndërkohë po ikën drita dhe nuk e di apo del mirë apo jo. Duhet të dini që shumicën e lukave që bëj make-upit, domethënë janë last minute që i bëj, sa ajo nuk është se kam të një shumë përgatitje nga mbrapa. Vetëm them, ok, do ta bëj një smokey eye ose do të bëj një eyeliner dhe kështu me radhë. Po mendoja të përdoj këtë metalizatën. Kjo është e Zarës, e kam pas bler para shumë kohësh, është shumë e pigmentuar. Kështu që do shohim se sa do përdor, shikojeni, është realisht shumë e pigmentuar. Madje kjo furça që përdora nuk ishte. Këtë zakonisht të sfumoj shumë, apo mund të sfumoj me duar, dhe shohim a më pëlqen pak efekti. Të duket pak interesante si kjo metalizata e viteve 90, por do pak punë me sfumim. Do ta vendos shumë tek baza e qërpikëve, që mos më lëtojnë syt. Unë kam syt shumë të ndjeshëm ndaj make-upit, prandaj dhe shpesh më shihni që bëj make-up. Është shumë të rëndë, ne që jemi në festival, egzagjerojmë pak. Unë kam një problem të vogël që nuk e di a kam eyeliner të zi, që të bëjmë një kat grafike, por gjithsesi, dhe me sfumojmë sa më shumë të jetë e mundur. Sigurisht të teprica të gjitha pastrohen fund fare. Për këtë arsye preferoj që të bëj bazën në fund gjithmonë dhe të filloj me syt. Okej, do besoni procesin, sepse si që thash do fshihet gjithë kjo pjesa këtu. Do marr një nude të ftohtë dhe do filloj të krijoj disa konture këtu dhe pak nga brenda. Ja, shikojni po sfumohet komplet. Marr gjithashtu këtë paletën nga SLA-ja On Fleek Complexion. Ma keni pyetur në Instagram se si e përdor, që t'ja u tregoj, dhe këto janë konturi, blushi, bacon dhe highlighter. Është pak më e errët tani sepse ka marrë për verën që do kemi përpara, dhe prandaj do marr këtë konturin. Marrim micellar water nga Ada Herbs dhe do të pastroj pak. Është më mirë ndonjëherë të pastroni me pambuk të thatë, por duke qenë se ka shumë, po i bjerë një herë në linja të përgjithshme me këtë, shikoni diferencën. Pra, i rash kështu, tani do marr një kunj veshësh edhe do pastroj pjesën tjetër. Ja, tani filluan të kthehemi pak në vete. Eyeliner nuk kam, po kisha këtë lapsin me xicë nga Lancome, që duke prehur i doli kjo. Kështu që do provojmë përdorim këtë, nuk po lëshoj, dhe do konturojmë pak këtu. Okej, kjo është çfarë mund ta bëj me lapsin, përveç se u bëra shumë pis në produkt. Tani do marr një ton të zi dhe do ta përdor me këtë flat, që është një furçë e sheshtë, dhe do ta përdor si edhe me këtë këtu poshtë do bëhet lom, po kur përdor kështu tonësh në këtë mënyrë po përmirësojmë pak. Zakonisht në bazë të formës së syrit, ja, unë për ta ngritur pak syrin më shumë, e mbush fundin si fillim pak më shumë, pastaj poshtë. E nisa si smokey eye dhe përfundova kështu. Duke qenë se jam duke shkuar në një festival që është Beats and Brunch, që kem qenë edhe vjet. Unë të kisha bërë dhe me hapësirë pak këtu vitet 90, po do bëj një si tip më grunge. Këtu mundohem të shkoj sa më shumë rreth bazës së qërpikëve, sepse nuk e kam qef të trash këtu, por vetëm këtu që t'japi atë efektin si Bambi. Tani unë i rash edhe një herë, sepse doja pak dramatike. Por keni parasysh që në momentin që fshini plurin e zi, këtë tonin e zi, në atë moment i jepni dhe formë syrit, ja, si që kam edhe në kështu. Po mendoj t'i bëj dhe pak kontur këtu, dhe ka nevojë dhe për një ngjyrë këtu
këtu që të sfumohet pak me të zezën. Ja ku e keni ato që më tallë më shumë. Get ready with Romy. Tani u Top channel. patjetër, ja u ktheva te kjo. Veshur një bluzë të parë. Hajde se do bësh pis këtu. Pse? I bë pisti? Këtu do bëjmë merge të zezë me green. Të fillojmë me bazën që të shohim pak lukun komplet dhe të lyjmë dhe qërpikët. Pastaj po qërpikët i lyje pasi kam bërë bazën. Nga Lancome, edhe pse sot ndoja diçka pak më mbuluese, por nisim një herë me këtë dhe shohim si shkon. Okej, e shikoni që ka filluar të duket më mirë. Tani do marrim të concealerin, i cili është pak më i hapur dhe të bëj pak kontrast. Shqipë që sa po jemi në udhëtim, se po më vinë ca mesazhe për baton, mua më vjen cikli. Ose bëjmë diçka, ja sot është duke marrë cikli, zakonisht do më vinë natën, po fillon jep disa shenja. Tani, i vura pak në këto pikat ku kam si shenja dhe ky concealer i Lancome është shumë i bukur, por keni parasysh që gjitha këto bazat që unë përdor nuk janë shumë mbuluese, duke qenë se unë nuk pëlqej shumë që të më duket fytyra si manikin, sepse më duket vetja sikur e tregoj më shumë moshën pastaj. Në faktën kjo është një si truk që unë përdor që mos të duket shumë mosha. Se gjithë më pyesin sidomos live që duke më e vogël, më e dobët, më e bukur, por që nejse, nuk ka rëndësi, por që make-upet glowy dhe që nuk e rëndojnë shumë lëkurën, mendoj që duken më bukur dhe t'japin atë idenë më të re. Jeta dhe do përdorim baking powder. Unë nuk jam shumë fan se e baking e përdor shumë pak, sepse nuk dua që të krijohet ai efekti shumë i thatë, siç i thash që sikur të vjetron, por shikojeni diferencën, bë ka diferencë të pak. Shikojeni këtu ku e përdora, ja dhe këtu. Që ka shumë e bukur. Dhe unë mendoj që është më mirë të aplikohet me një furçë fluffy dhe të vogël, sepse kontrolloni edhe sasinë që përdorni. Ju thash që kjo është pak më e errët, megjithatë unë do ta përdor dhe do shoh. E aplikoha në të dy anët me të jenë sasi, në mënyrë që mund ta hap. Edhe kjo që ka shumë i bukur dhe hape ka shumë lehtë, pavarësisht se është pluhur. Përdor këtë blushin, do qëndroj pak tek ngjyrat e ftohta sot. Ndërkohë Bato është duke lozur tek oteci pulave, sepse Marko ka bërë një si tip dhe këtu ja pak ngjyrë. Ka bërë një si tip pishine për rosa të vogël dhe Bato po e mbush me ujë dhe po hedh gura. Më thënë ëndra e ti bëhet realitet. Ky blush është shumë i bukur se ka një efekt si shiny, shumë i bukur. Po pastroj pak furçën ndërkohë, në hund nuk e bëj shumë se më duket sikur pastaj nuk e di, nuk më pëlqen shumë tek vetja kështu, por më pëlqen më shumë si skulpturë. Okej, mund të kem vite që nuk lyhem kaq rënd. Është të bjerë edhe më shumë sy se jam të dritarja, do përdor këtë LS Kakao për kontur. Okej, brenda po e mbush me Anais 307, që më pëlqen gjithmonë të kombinoj dy lloje lapsa buzësh, duke krijuar dhe si sfumatura. Unë kam buzë të holla, nuk kam dërmën t'i bëj. Por kështu më duket sikur japin një efekt pak më bukur. Mbusha dhe pak vetullat këtu, edhe më kanë dalë pak si kështu. Kam nevojë të rregulloj, por që fajn është, nuk është se dolën shumë keq. Tani do merremi me
maskarën, por përpara se bëj maskarën do bëj këtë fixing spray nga CLA-ja. Produktet CLA i gjeni te Anais Cosmetic, pra paletën që përdora, jo tonin, paletën, këto buzët, lapsat e buzëve dhe sprayen. Do t'ishte spray, po okej. Ndërkohë i futa dhe një dozë gjeli. Keni parasysh që ky lloj luku është pak buildable që e bën në fillim, pastaj riaplikoni pak, derisa pastaj ngrin edhe s'lëvizin më. Por siç ju thash, nëse doni, mund t'ju tregoj se si arritoj këtë lukun. Tani le të kalojmë tek maskara. Këtë luk po e bëj shumë dramatik. Diferenca me maskara është shumë e madhe dhe po lyej çdo qërpik që kam që bëj efektin pak si doll. Është CLA, kjo është Signature Keratin, është numri 03. Ky është si dark brown, edhe pse do kisha preferuar ndoshta më të zi për më shumë dramaticitet, do përdor këtë Pink Champagne 03, nuk e di çfarë brendi, ndoshta e dalloni, ka kushtuar diku tek 5 euro, por ka qenë shumë i mirë. Do përdor deri në fund. Okej, jo keq për festival. Tani do kalojmë tek outfiti. Okej, t'ju tregoj pak lukun. Po nxjerrim deri ndërkohë. Syzet Ray-Ban Vintage, kam veshur këtë body, poshtë sigurisht kam dhe një triko, se është këto detajet. Kam veshur një palë pantallona balloons, zeza, nuk e di a duke, nuk besoj, dhe sandalet të sheshta. Duke qenë se është të liçeni festivali dhe sigurisht do t'jemi rehat, por pikë së pari do t'jemi ngrohtë. Okej, qifti, festivalet dhe u bën gati dhe shife duket make-upi, faktikisht duket shumë bukur jashtë. Po, si thua ti? Edhe pse kisha shumë kohë pa u lyer kaq shumë. Rion e rregulluar, batën e kemi rregulluar, vetu veshëm, ju kombinuar pak me zeza sot. Le të shkojmë të shohim dhe inshallah kapim pak dritë që të bëjmë ndonjë foto. Dhe do takohemi dhe me Lumen, tash me Lumen e dini, e njihni. Si vjen pas ka më shumë njerëz? Që ky vlog është copa nga ditë të ndryshme, por hapa një pako, një porosi që kam porositur tek një brand shqiptar që prodhon çorçaf dhe mbulesa tavolinë linot të cilësisë të lartë dhe që kanë shumë të bukur, nuk e di, vjen një farë moshi që entuziazmohet më shumë për gjërat për fëmijën ose për shtëpinë se sa gjërat të tjera. Okej, keni den, ja se ngrita. Shikoni. Si çorçafët një herë një kohë të punuara me atë lloj cilësie, shikojnë edhe këto grepin. Shikojnë sa bukur. Përveç kësaj, vinë dhe me klef. Nuk kam fjalë, shumë bukur. Brendi. Mezi po pres t'i shtroj dhe t'ju tregoj se sa bukur do duken. Dhe madje më pëlqente shumë dhe një lloj ngjyrë jeshile,
Dhe shumë bukur. Ua, do ndoshta do marr edhe një mbules tavoline. Shumë bukur, cilësia duket shumë e mirë. Madje janë bërë dhe disa studime që tregojnë se sa e shëndetshme është të flesh në çarçaf lino, materiale lino organike. Pëlqen shumë, madje kur po e hapja bëra wow, dhe pastaj thash ok, do t'ja tregoj dhe vajzave në YouTube. Tani, unë dje, t'ju updateoj pak se çfarë ndodhi dje. Unë dje, deta deri në orën 11 dhe duke qenë se merri cikli, domethënë ne në këto vlogjet e fundit flasim vetëm për cikël, por kjo tregon se sa pak vlogje jam duke bërë dhe më vjen i natë se dua më shumë që t'ju tregoj dhe t'ju marr me vete. Dhe sa herë shkoj në udhtim ose dal që ndodh rradh, do vi cikli. Tani merri cikli mbrëm darkë, po unë s'isha futur në aplikacion dhe kisha harruar dhe nuk merri notification dhe pastaj hyra në aplikacion që dita zyrtare është sot, po mua zakonisht më vjen gjithmonë natën dhe pikërisht dje që po bësha gati për të shkuar atje e pash që diçka nuk ishte okay. Dhe aty pastaj gjatë festës më dhimte shumë mesi, saqë i thash Hekrit, dëgjoj, un po iki, ti vazhdo që ndro me lumin dhe shihna në shtëpi. Unë mora makinën i thash ti merr taksi. Sigurisht sepse unë s'kisha pirë fare, Hekri kishte pirë 2 koktejle, por e dini si funksionon tashmë, kështu që më mirë thash, lëm kështu dhe erdha në shtëpi. Sot mëngjes pastaj u zgjova dhe bëra një dush shpejt dhe shkuam morëm batolinën dhe kishte marr malli, erdhi tek unë. Sa dëgjoj zërin tim, erdhi mama dhe më përqafoi, më erdhi shumë keq. Kjo puna e të dalurës kur je prind është pak problem. Sepse nga një anë thua, o Zot, mezi po pres dal, o Zot, kam nevojë për pak kohë, të shoh njerëz tjerë të dalë, të hutohem pak. Nga ana tjetër je duke shkruar, "Mam, a hungry, a fjeti, a ju bezdisi, si po qëndron, si po bën." Dhe pastaj kur rrim për shembull ja dje, u zgjova sot në 7. Se këne shqojmë 5, u qova në 7, nuk më zgjoj njëri dhe isha kështu, relax. Por nga ana tjetër thash, hajde Hekër shkojmë ta marrim. Dhe kur shkova e mora, ai erdhi më përqafoi dhe unë isha kështu. Megjithatë. Sigurisht, kjo është këshilla ime, pastaj ju shikojeni vetë, nëse ju ofrohet mundësia të dilni, ju bën mirë koha dhe shkëputur, por sigurisht pastaj ju bën mirë edhe koha me fëmijën, absolutisht. Tani do bëj diçka për të ngrënë. Sot jam bërnut, jam dras fare, ju thash jam shumë keq, por Hekri me Baton janë duke fjetur, sepse edhe Hekri vazhdon të jetë akoma pak so me këmbën. Kam bler disa baby potatoes, patate të vogla nga të voglat, edhe po mendoj t'i bëj ato për drek dark, sepse është ora 2, kështu që dhe të shohim pastaj. Gjithashtu kam harruar t'ju tregoj një eksperiencë të çuditshme dhe as pak pozitive që më ndodhi para ca ditësh. Erdhi momenti të paguaja muajin e ri në palestër edhe i thash, ndërkohë unë kam larë flokët dhe janë tharë vetë, edhe kam pas një shami në kokë, prandaj janë gjitha të kthyer kështu, por ky është floku im pa bërë asgjë, ja, vetëm janë tharë vetë. Sigurisht kam përdorur shampon dhe leave-in conditioner nga Ada Herbs dhe pavarësisht se si kam bërë asgjë, as nuk i kam krehur asgjë, shikoni që prapë sa shkëlqen dhe sa mirë rrin. Pa i bërë asgjë, madje tash i kisha të kapura me shami, po ju vendos këtu një foto se si isha. Dhe siç po ju thoja, më ka ndodhur ky rasti të mërkurën, i thash Hekrit, lutem, do më shkosh të më tërheqësh lek? Jo, faktikisht nuk i thash Hekrit. Thash Hekrit, do shkoj të tërheq lek, sepse do paguaj palestrën dhe më duhen ca cash të bëj ca pazare, ca gjëra, se edhe këto futaperimet e lagjës nuk është se marrin me kartë. Dhe pastaj thash të vazhdojmë palestrën, të vazhdoj ditën. Më tha Hekrit, s'ka gjë, tha se do shkoj unë, tha, me që po shkoj, kam bicikletë dhe ti lë Baton në qerë dhe pastaj takohemi te palestra. Okej, dhe më kishte tërhequr Hekri, do flas në euro për prakticitet që të merren vesh kudo, 150 euro, pak a shumë. Dhe isha te liçeni, erdhi Hekri, i dha lekët, i mora lekët, i futa te xhepi dhe po kthehesha, po futesha tek rrugica e palestrës ku shkoj. Po as bëra 2 hapa dhe si duket lekët më ran. Megjithatë, ishte ora rreth 10 dhe kishte goxha njerëz që kishin dalë për të ecur për të vrapuar. Si duket, një gjyshe, një zonjë, po
unë i them gjyshe nga mosha që mund të kishte, ishte nga mbrapa meje dhe ka parë skenën dhe u afrua, mori lekët edhe filloi duke ecur me nxitim. Ndërkohë, një grup tjerë, ishin dy burra dhe një grua dhe ato ishin diku tek 50-at, 60-at, nuk e di mirë, por ishin pak më të rinë se zonja, e pan të gjithë skenën dhe filluan duke më thirrur mua me të madhe. O goce, të ka marrë 150.000 lekë, 150 eurosh. Unë aty fut dorën në xhep, s'kisha asgjë. Thash, edhe u ktheva. Kjo nëna po hecte me nxitim edhe unë t'ja fut vrapit, bran nxehjen, edhe shkova e kapa këtë nënën. Edhe thash, o nëne, ajo s'ndalonte derisa e kapa. Nëna i thash, lutem i kthe lekët. Edhe aty ja bëri kjo, cilat lek? Gjeta gjithë forcën brenda vetes time, mbajta qetësinë dhe thash, o nëna të lutem, ma e papa ka të 150.000 lekëshin tim, 150 euroshin tim, i thash. Ajo aty paf nxori lekët. Edhe i thash, a nuk të vjen zori, i thash, që i merr ashtu lekët nga rruga, i thash, kur më pe, i thash që ishin të mijat. Edhe ajo ja futi iku. Edhe u ktheva pastaj unë, po ngela shumë kështu, sepse ajo e pa që më ranë mua. E pan dhe të tjerët gjithë gjën. Sa të tjerët më ndihmuan që t'i merja. Dhe shqyr, por që, sa zor, sa turp gjithë ky gjest, unë sa herë ka mundësi i bjen dikujt, i them, i lejmëroj. Tani, e di që janë kohë shumë vështira, po janë kohë shumë vështira për gjithë dhe lekët i fitojmë me djerës, punojmë dhe në fund ditës, pse të bëhen këtë gjeste, nejse, unë a ditë ngela shumë shokuar, kështu, po, nejse, vazhdova ditën time. Por që, ja, më ndodhi kjo gjëja. Përveç kësaj pastaj, hekri ndrydhi këmbën, pastaj një ditë tjetër, prap pun lekësh, duke nxjerr lekët nga portofoli i grisa. Hekrit dje ju këputën syzet mes, jo këto që më ka marrë mua, që i pëlqenin, por një palë tjera ju këputën. Mua, sa po ktheva nga Mitrovica, një palë syze vintage që i kisha shumë bukura, edhe ato mua më këput bishti. Nuk e di, kjo javë ka qenë një javë shumë e çuditshme. Edhe vlogu besoj e transmeton. Ka ndodhur shumë gjëra, shumë gjëra. Si duket edhe unë kam hyrë para ciklit dhe kam qenë pak si më e ngarkuar dhe kam ndjerë këtë energjinë. Por thjesht doja të thoja që ka dhe ditë kështu, ka dhe javë kështu. Por le të mendoj mirë, unë ti thash Hekrit, le të mendoj mirë, na marrin gjithë këqijat se gjërat mira do ndodhin për ne dhe për gjithë. Dhe leksioni kësaj jave është që sado vështirë që t'jemi, asnjëherë mos marrim gjërat e tjerëve. E bëra dhe unë kështu. Sepse në fund të ditës, ajo çfarë është e jona do na vi gjithmonë. Dhe energjia që ne japim dhe mirësinë që bëjmë ndaj njerëzve kthehet, unë besoj te karma dhe për këtë arsye le të bëjmë sa më shumë mirë dhe mos t'i hyjmë hak njerëzve dhe t'jemi sa më pozitiv dhe të mendojmë mirë dhe të mundohemi të jetojmë momentin pa bërë keq dhe të jetojmë momentin, të jetojmë gjërat që na ndodhin dhe mos të rrim gjithkohës duke menduar për gjërat që shohim nëpër social media apo nuk e di, çfarë kanë të tjerët që ne nuk kemi, por le të përqendrohemi pak te gjërat e mira që kemi ne në jetën tonë. Dhe kaq. Shpresoj që ky vlog, pavarësisht se pak rrëmujt ju ketë pëlqyer, ju lutem mos harroni të më suportoni, të bëni subscribe, të ndani vlogjet e mia me njerëzit e tuaj të dashur, të komentoni, të bëni like, unë ju lexoj, pavarësisht se ndonjëherë ju përgjigjem vonë, por unë ju lexoj, ta dini këtë gjë, dhe ju dërgoj shumë puthje.